me një prej kolegeve tona, por që do të flasim pak për çështje turistike në Shqipëri. Në Shqipëri që tashmë është në kulmin e protestave gjithandaj, por sezona ka ardhur tashmë dhe interesimi është jashtëzakonisht. Kosovarët mund të shkojnë ku të do në pushime, por nuk e harrojnë Shqipërinë. Enisën e kemi besoj drejt për drejt dhe përshëndesim nga Prishtina. Enisa. Përshëndetje, Enisa. Përshëndetje, Ajda, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Ka marrë shumë malli për ju. Se s'po vjen pra. Do vi. Po ja, obligimet, këto gjërat këtu, dita shumë e shpejt. Ishte shumë kënaqësi të dëgjoja profesoreshën pak më parë. Po. Shumë kënaqësi, unë jam studente gazetarisë dhe gjithmonë më merr malli shumë për kohën e universitetit. Mendoj që pedagogët e gazetarisë janë pedagogët më të mirë, si për Shqipërinë, si dhe për Kosovën. Atëherë ju sugjeroj që të nisni edhe një fakultet tjetër. Të shkoni pra në bankat e shkollës. Shkojmë bashkë, ndoshta doktoraturën ta kryjmë bashkë. Edhe i përshëndesim shumë. Po, Enisa, çka po ndodh me sezonin turistik? Po, çka e pret? Sezonin ka gjetur në kohë protestash, duket sikur askujt nuk po intereson dhe aq shumë, por në fakt normalisht gjithë po planifikojnë pushimet, po nuk duket sikur është tema kryesore këtë vit në këto ditë të nxehta. Jugu duket sikur është pak i frekuentuar në këtë periudhë. Fokusi sezonit tamam ka filluar në Shëngjin, ka filluar në Durrës. Aty duket sikur ka po ecën pak më shpejt. Po, Enisa, për qenë i sinqert, po, këtë vikend me që shumë në Shqipëri, po e thonin shumë që realisht protestat janë duke dëmtuar sezonin. Dhe e dim që të kaluarën të marrë drejt për drejt me këtë pjesë. Kështu që ka nisur puna si vjetë dhe cili është plani, cilat janë çmimet. Sado që, ka një vëmendje të protesta, por... Ende jo, ta thash në jug, akoma nuk ka nisur fluksi. Janë akoma shumë të angazhuar me protestën njerëzit, nuk duket sikur është ai ritmi, ajo energjia e mirë për të pushuar, i shikon të gjithë, kanë një janë të pakënaqura mirë, janë të pakënaqur dhe kjo gjë po reflektohet shumë edhe në turizëm, po reflektohet edhe në rezervimet e pushimeve, rezervimet e hoteleve. Çmimet, si ta thash, jemi akoma shumë të dyzuar ne që merremi me pjesën drejtuese, sepse nuk e di ende se si do jetë ky sezon. Jemi shumë skeptik. Që bukur qartë ka ndikuar gjithçka që po ndodh edhe me protesta. Po, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm në sezone nëpër plazhe, po edhe nëpër bare, nëpër restorante në Tiranë. Pra ju jeni dyshimt edhe me çmimet, nëse çmimet do të ndryshojnë, nëse do të duhet që t'i ulni çmimet. Dhe për çfarë ndryshime flasim, Enisa? Ndoshta për çka po diskutohet, që ndoshta të kemi pak më shumë informacione? Duke qenë që njerëzit i ka kapur një panik, do të thënë, le të themi që janë të pakënaqur ndaj qeverisë, janë të pakënaqur ndaj ligjeve, ndaj gjitha gjërave dhe fokusin kryesor nuk e kanë të pushimet. I ka larguar edhe emigrantët që janë duke ardhur me fokus në protestë. Nuk janë duke ardhur për të pushuar ekskluzivisht, siç ka qenë vitet e tjera, që gjithë prenotojnë pushimet. Dhe normalisht çdo drejtës restoranti, bari, hoteli e bën pak më skeptik, po shikoja të gjitha hotelet në luftë. Nuk ishin të rezervuara, kishte shumë vende të bosh. Ndërkohë vjet në këtë periudhë, në të njëjtën periudhë, të gjitha hotelet kanë qenë të mbushura plot, nuk ka pasur asnjë vend të lirë, nuk gjej vend të rezervoja, se mësonin miq më gjes, prenotoj një dom këtu, më prenotoj një dom atje. Tani janë edhe çmimet i ulur. Po i ulin, e shikoj domethënë nëse një mund ta merrë një dhomë për shembull në jug me 100 euro, tani e gjen edhe me 80 dhe me 70. Po, Enisa, pra, nëse situata vazhdon të jetë e njëjtë me çështjen e protestës, sepse duket që protestuesit janë të vendosur për të vazhduar tutje, po, çka parashes që mund të ndodhë? Pra, mund të themi që mund të jetë një sezon verore kaotike kësaj rane? Mund ta themi që mund të jetë një sezon kaotik, ose do jetë pjesa e kushtit që do jenë gjithë të fokusuar tek pushimet, pra ata që i kishin lënë për qershor do t'i shtyjnë, do t'i kalojnë për t'i bërë në gusht ose në shtator. Ndoshta do jetë shtatori më i suksesshëm se qershori, ndoshta mund ta themi në këtë mënyrë, nuk e di.
Mirë, Enisa, ne Është natyrisht akoma situatë pa qartë. Po, natyrisht që interesimi i pushuesit kosovar është shumë i madh për ditur për atë se çfarë ofrohet, do të jemi vazhdimisht në kontakt dhe në lidhje të drejtë për drejta, sidomos nga vendi. Unë kam shumë miq nga Kosova dhe po i shikoja të gjithë po postonin, edhe ishin Kosovës që ishin vetë edhe ne që ishin protest, domethënë. Ja po, ne i kemi rregulluar Ne shumë i rikë. A mirë, ju keni një gjë shumë mirë, ju shteti nuk e shusni. Tani kjo është temë më serioze. Urojmë që të na shohim kështu në vendet e rajonit, edhe pse secili vend po i ka ato problemet e veta, urojmë shumë që të bëhet edhe Ajda, jeni më të fortë se ne. Në çfarë aspekti? Në ç'kuptim? Jeni më të fortë se ne si popull. Ngriheni direkt, neutralizoheni, njiheni gjithë me njëri tjetrin, jeni pak më të lidhur, ndoshta edhe prej luftës dhe prej gjitha i shikoni në një aspekt tjetër gjërat. Ne jemi pak më të butë edhe duket sikur qeveria na ka shkelur pak më shumë se ç'duhet. Jeni bërë imun. Po, Enisa. Edhe prandaj po ndodhin tani. Çfarë duhet të kishin ndodhur, po ndodhin tani. Janë akumuluar. Do të lidhim një ditë tjetër për protestin, se po e shoh që natyrisht edhe si qytetare, po edhe si gazetare ke shumë për të thënë edhe për këtë pjesë, por nuk do ta përfundojmë sot pa e tregu për Ajdën dhe për shikuesit një detaj tjetër të rëndësishëm se me që diskutohet shumë. Para disa muajsh kemi qenë në Shqipëri me Shpendin dhe me Lirdonën në fakt, dhe kjo goca që e shihni këtu na ka bërë një asipritje që komplekson Ajda. Një asipritje që vjen turp prej asaj pritje. Do të thotë ka qenë jo, dhe kjo është e rëndësishme, sepse sado që diskutohet kjo çështja Kosovë, Shqipëri, mikpritja, dashuria, e vërtetë që mbi të gjitha jemi një dhe po mos harrojmë që Enisa ka thënë që ka një simpati të madhe për meshkujt shqiptar, kështu që nuk e dija është kjo pritje për gjithë. Ajda po e thot. Kur të vishti do shikosh që kam dashuri shumë madhe edhe për Kosovën. Amir, unë kam qenë në Japoni. Me një grup të Kosovës, nuk ka asë një muaj që jam kthyer, dhe unë duaj që të përshëndes shumë të gjitha të grupë mrekullueshëm të Kosovës që i ka bërë ditët e mia atje të mrekullueshme. E kuptuam. Se patëm një ndërprerje të vogël. Dhe kam bërë shumë shok edhe i mirëpres gjithmonë në Shqipëri me shumë dashuri. Dhe këtë nuk e dyshojmë sepse këtë herë duhet vish edhe ti me Shpendin dhe patjetër, do i bashkangjitëm herave tjera, por ftesën e ke bërë gjithmonë, edhe këto publikisht gjithmonë ke qenë shumë bujar edhe ke bërë ftesa gjatë gjithë kohës, kështu që nuk e dyshojmë fare. Por të falenderojmë edhe për këtë inkuadrim. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi, natyrisht energji shumë e mirë edhe nga